Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, të nderuar vëllezër, të nderuar bashkëdhëtar, nga do që të jeni, nga do që na shikoni, mirë se keni ardhur në ditën e kulturës, ku Xhamia Qendra Islame Shqiptare Lëvizja e organizon sofrën shqiptare në qytetin e Schwäbisch Gmündit, në landin e Baden-Württembergut në Gjermani. Qyteti është një qytet shumë i vogël, i ka dikun 62.000 banor, thuaj se dikun 1.000 familje shqiptare më rrethin, ku vinë nga trojet shqiptare ballkanase dhe këtë organizim e bën Qendra Islame Shqiptare Lëvizja në Schwäbisch Gmünd, që është kjo hera e 9 me radhë ku marrin pjesë dikun 40 apo 40 shoqata, të cilat i prezantojnë kulturat e tyre përmes ushqimeve, përmes gjërave të ndryshme që i kanë të rëndësishme. E ne si Qendra Islame e kemi shfrytzuar këtë ditë dhe jemi dalë me antarët e tonë, me xhamatin, me vëllezërit tanë dhe e kemi organizuar këtë ditë ku shifet prapa meje tenda e shqiptarëve, ku përgatiten qërat të ndryshme nga nënat tona, motrat tona dhe këtu shiten këtë ditë dhe i shesin dhe gjithë shka mbetet për qendrën tonë si hyrje. Do të shkojmë pastaj, do të shohim se çka po ndodh në vendin e ngjarjes. Shifmi pas pak. Jemi këtu pranë tendës të vëllezërve tonë shqiptar dhe ku përgatiten specialitetet shqiptare, domethënë që nga qoftet, skavitës, si quhet popull, flija, ëmbëlsira e shumë të tjera. Do ta folim. Bravo Nico. Buone Nico. Tutto buona. Capo da Godoti, capo da Braga. Pescavito. E çfarë në krejtë? Rësët përzëreni. E përzëranit. Gjithmonë të qanë e kamë njëtare në skavica tazhe. Shkojnë tutje. Limonada tradicionale që është e marrur nga antarët të xhamisë. Selam aleyküm. Hayırlı günler seni anilom. Fotoğrafı. Sabuna. Şkas kuna profesor. Dan admira je. Zullen te hajt mij meer te zetten. Ano sponsor programas në skemën. Wir zullen doen twee verliezen aan wat long voor het patrooi. Zullen te meer naar meer te zetten. Hajde. Jeci pas më desha. Selam aleyküm. Hayırlı günler. Seni. Shka ki me ngry? Nuk i ka. Shka si kja? Thash më se kështë i krytë në keps. Nan. Që ki emrin? Jusuf. Mashallah. A ti qëfar emri është që ki Jusufi? Emri kujna është? Kaldrej. Emri profetit? Profeti Jusuf. Jusuf, sa vjeti ki? 9. A ke hongër në shka sot? Tash të kështu Tasha? Pikin e re. Qka ki qenë në hongër ti? Pite, hamburger, pleskavit. A ti me më të regu prej Kosovës specialit ati? Vështërejës? No, e frujt, që blef. E shalat të vëmir. Ardila! Okej, e foto. Qka ke vesh, a ti me më të regu? Pesha qëtore. Veshe tradicionale kombëtare. Mashallah. Keni po balë shqip, ha? Shumë dhe qenë kjo vesh. Selam aleyküm. O şeysin. Hayırlı olsun. Sıfır şapurda. Mesela Hasan
Super, qërë. Po, akërtoni, alhamdulillah, Vida ka qëllu e mirë. Ja, mirë. Allah ishë përshkër që të iniciator dhe kontribuesit në këtë vitën e kulturës që alhamdulillah që sa këtë me ratë marim pjesë në organizimin e këtij sajtendës tonë shqiptare. Në shërbim të popullit tonë dhe qytetarëve. Dhe gjithë vizitorit. Allah ishë përshkër për iniciativën çdo një të tjilles në bukur dhe inshallah vazhdojmë edhe më të që jeni prisjarë të E gjithë të kanë, si hoqëm të numaj, të kemi të të rasplanin, a që një parë në të të Knajtësi. Alhamdulillah, nëse e gjimë, me knajtësi gjithmonë, sofrën shqiptare këtu, nga Shqyrë Shumë, organizuaj kupën, edhe më duke se kjo për gjitha këto tendat është më e bukura, më të bukuruar, më e vizituar. Mashallah me vetkat shqiptare edhe me prezencë masive, që të fortizoj, edhe zotja në mokë, edhe është problem për mundin e për angazhimit. Si shkam buna? Wir so eine Sendung machen, aber dann immer, wenn es so schneidet, fliegt so ein Albaner vorbei. Das ist ein Übergang. Po shiko, unë mendoj që kjo gjithmonë ka qenë në modë, sidomos duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, në perëndim do thënë ku ndoshta nganjëherë edhe ajo distanca ndaj tuajve është rritur pak. Ose që këto janë mundësi që ne tregojmë se kush jemi, tregojmë për kulturën tonë, për besimin tonë, për traditën tonë, tregojmë që jemi njerëz të hapur, njerëz punëtor dhe besoj që do të shfrytëzuar maksimum që të tregojmë edhe shfaqim vlerat tona. Kështu që vetëm ju uroj sukses inshallah edhe më tej edhe gjithmonë më mirë. A është kemi lloj kompenzimi një vite në vendindjen? Po është sigurisht që kur shohim plisat e barë, veshjet kombëtare, fëmijët, abletare të shqipit, mujt, kur shohim edhe prezencën e kresave ndryshme, komunitetit shqiptar, duke përfshi edhe autoritetet siç është konsulli ose konsullata shqiptare, kjo është diçka që duhet të vlerësuar dhe duhet përmendur dhe sigurisht që kjo ka të bëjë edhe me, domethënë, me aktivitetin me të qenit aktiv nga ana juaj nga xhamisë të vizit, prandaj ju përqoj. Vazhdoj. Selam aleyküm. Jogën halk, shqipjes të Pleskavica, Timonada, Flia, zjajtë me Bimonada. Daar is een plating dan. Jetzt hallo mal alle zusammen, wir haben hier in Schwäbisch Gmünd, das ich vorher erwähnt habe, was wir hier alles organisieren und derjenige, der alles zustande bringt, natürlich im Namen der Stadt Schwäbisch Gmünd, der Migrationsbeauftragte Herr Gaugele. Wie läuft es heute der Tag? Also ich bin sehr zufrieden, das klappt ja jetzt wunderbar. Wir sind alle sehr routiniert. Die Leute kommen mit ihren Ständen, die bringen sie sogar selber mit. Und das ist natürlich eine große Erleichterung, wenn man nicht für alle auch alles bereitstellen muss. Aber Wetter ist wieder toll, haben echt wieder Glück gehabt. Und das ist immer die Hauptsache. Und mich freut es auch für eure Frauen, weil die ja so viel gekocht haben auch und so, dass das jetzt alles quasi schön verkauft werden kann. Die leckere Sache, das ist toll. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hoffen wir, dass es nächstes Jahr auch wieder so gut wird, gell? Ja, danke schön. Ja, natürlich, Wetter macht müde, Menschen ist voll, die Stadt ist voll und so wie sehr
die sind zufrieden und werden auch. Genau. Vielen Gut, Dank. alles klar. Ja, siç të rregulluar më herët, këtu edhe kemi konsulin e konsullatës kosovare në Stuttgart, zotin Berbatovci, Hamdi Berbatovci, edhe kemi doktor Aslan Tahiraj nga Munichu, dhe kemi këtu hoxhën e nderuar, hoxhën Rehan Islami. Deshtëm pak disa pyetje ku kanë ardhur me na vizituan në sofrën shqiptare në ditën e kulturës dhe deshtëm disa pyetje me apo se si po ju duket ky organizim. Po filloj me konsullin më njerë, pasi ky është hyjçmeti, është shteti jonë i cili na rrin mbrapa dhe ne jemi shumë të gëzuar që kur shteti të përkra dhe ne e ndim veten shumë më të sigurt edhe më të mirë, edhe nuk e ndim veten se jemi në mërgim. I nderuar konsull, mirë se ka ardhur. Mirë se gjejmë i kënaqësi edhe për janës tonë si institucione, po edhe në aspektin personal që t'jem sot pjesë e festës kultura këtu në Shvabeshgëmend, dhe sigurisht është një kënaqësi e veçantë kur e sheh komunitetin tonë të mirë integruar në vendin Prec dhe të integruar dhe të avancuar në kuptimin edhe të kulturës. Sot e patëm edhe traditat tonë prezentuar me këto, siç janë edhe kultura, traditat edhe ushqimet tona, po dhe këndin e librave të gjuhës shqipe, që këtë vit domethënë bëhet edhe prezentuar për herë të parë. Veçanti ishte një emocion i veçantë prezantimi i nxënësve dhe fëmijëve të shkollës shqipe në tribunën në binën atje me vallëzim, dhe u vreke një emocion i veçantë i gjithë prindve pjesëmarrës ato me gjuhën dhe kulturën tonë. Dhe sigurisht këto i takon një falënderim edhe i shtetit Prec për mundësinë që kulturat përgjithësi e veçanti kultura jonë prezantohet dhe tregohet ashtu siç është. Dhe kjo na bën krenar dhe ne si komunitet të jemi të organizuar dhe sa më shumë dhe të bashkuar mes vete që gjuha dhe kultura mos harrohet, sepse e përbëjnë këto dyja përbëjnë identitetin dhe identiteti jonë është ajo që na dallon prej komuniteteve tjera. Sigurisht ju falenderoj për gjithë organizimin, gjithë komunitetin shqiptar në Shvabeshgëmend dhe për përkushtimin dhe angazhimin që kanë treguar jo vetëm në këtë ditë të sotme, po edhe në vazhdimsi me iniciativat të shumta që bëjnë për komunitetin tonë. Faleminderit shumë, i nderuar konsull. Kam një pyetje, a kompenzohet një ditë vendlindje në këtë vend? Sigurisht që njeriu aty ku jeton dhe vepron duhet ta ndijë veten veten periudhën nga ku vjen, dhe atë dashuria për vendin e vet do të transmetohet aty ku është, dhe sigurisht që kjo ditë të bën moni sikur në vendin tonë, dhe normalisht me këto aktivitete e ndijmë që thonë atë shpirtin e qetë kur shohemi traditat dhe kulturën, flamurat tonë kombëtare këto në vend, dhe kjo normalisht na lehtëson edhe jemi pjesë e komunitetit të përbashkët sikur me qenë në vendin tonë. Faleminderit shumë, i nderuar konsull. Këtu kemi edhe doktorin, hoxhën, kardiologun, hafuzin, doktor Aslanin. Ky çdo herë gati se na ka vizitu. E falenderojmë shumë për atë rrugë gjatë që ka marrën. Njashtu edhe konsulli kanë ardhur dikon 50-60 kilometra, dhe kjo është ditë e lirë ku këta e shfrytëzojnë normal për familjet e tyre. Këta kanë ardhur këtu me u kënaqë me neve edhe me na vizitu dhe me i shiku se si bashkëdhëtarët veprojnë, punojnë këtu në diasporë. I nderuar doktor Aslan, mirë se ka ardhur. Mirë se u gjej. Është kënaqësi, siç e përmendë, nuk është hera parë që jam mesin tuaj, edhe si gjithmonë on lëvizjen, xhamin, po edhe komuniteti shqiptar tonë Shqipërisht e kam parë si një shembull të mirë, si një adresë
të saktë ku mund drejtohet çdo shqiptar patriot. Edhe kjo prezencë sot këtu janë disa simbole që na dallojnë ne shqiptarëve, është plisi, është flia, është pse jo edhe çiftelia. Janë ata fëmijë që ishin veshur sot i pash kostumet shqiptare, abetaret shqiptare, pra besoj që këndi i shqiptarëve këtu është nga këndet më të mira dhe më të vizituara, qoftë edhe për ushqimin tradicional që ofrohet. Edhe më lejoni që gjithashtu të përgëzoj edhe të përshëndes edhe konsullin e Republikës Kosovës për prezencën e tij. Unë e vlerësoj pa mas, duhet që edhe ju si komunitet tu, po edhe si xhami ta vlerësoni, sepse nuk është e mirëqenë, jo çdo kund është kështu. Unë mendoj që kjo tregon vërtet shërbimin që konsullata dhe konsulli personalisht i ofron këtij komuniteti këtu, komunitetit shqiptar në përgjithësi në Baden-Württemberg, sidomos tonë Shvebi Shnyn, në këtë qytet të vogël i cili vërtet jep shembuj të mirë. Edhe sot është një ditë që shifni gjithë njerëzit janë gëzuar, qeshur, hanë, pinë, takojnë njëri tjetrin, njihen njëri tjetrin. Dhe kjo është vërtet ajo me të cilën është e frymë me të cilën na mëson edhe feja, edhe Islami, që të përzihen me njerëzit, të flasim me to, të mësojmë për tyre dhe t'ju mësojmë ndoshta diçka nga kultura dhe nga feja jonë, kështu që unë si gjithmonë jam i gëzuar dhe i kënaqur kur jam këtu dhe ju përgëzoj, ju falenderoj për organizimin mjaft të mirë, për prezencën tuaj, për atë që ju ofroni njerëzve, edhe për këtë veshin që të gjithmonë e ke mashallah kështu me charmin tënd, sigurisht që do të thotë shumë. Pa folur fare thjesht. Faleminderit shumë. Kostumi që ke, besoj që tregon shumë, edhe na dallon gjithë këtu. Faleminderit shumë, Zoti nderoft. Natyrisht që qyteti Shvebi Shnynit dallon prej shumë qyteteve tjera, se mundësitë të cilat na jep qytet, komuna, kryetari i komunës, edhe ne si shqiptar e kemi shfrytzuar këtë mundësi, edhe këtë ofrim që na kanë bërë ata, se ne për shembull këtu në qytet në zyrën e integrimit i kemi 2 persona të komunitetit tonë, të cilët marrin pjesë si në këshill të zyrës së migracionit. Dhe mundohemi që çdo çështje, çdo send që është në dobi të komunitetit me shfrytzuan, mundësitë se këtu ka mundësi me i gjurmu pak është më shumë se sa mendojmë na, edhe ka mundësi, vetëm duhet me i shfrytzu resursat e vendit ku jemi, edhe mundësitë, edhe si që thallë më herët se ne jemi të hapur, edhe s'kemi çka me mshefet, do të tregomi para tjerëve se na jemi këta. Nuk jemi, s'kemi çka me mshef. Kemi shumë çfarë tregojmë dhe kemi shumë çfarë japim vërtet. Ashtu. Vllai, s'problem. Në krajin e majtë kemi hoxhin e nderuar Rehan Islami, hoxhin e xhamis. Hoxh, çish po kalon? Spari, faleminderit për intervistën që dëshironi me e zhvillu së bashku. Njëkohësisht përshëndes konsullin që ka marrë rrugë me stafin e tij, po ashtu hoxhën, biznesmenët të tjerë që kanë ardhur këtu, juve po ashtu, dhe qytetin, domethënë, i cili vërtet na jep mundësi, ashtu siç i përmende, e që kisha dashur me u ndërlidh me ato që tha, domethënë si qytet i vogël por i bereqetshëm, që përmend që thot populli, zyra integrimit atje në komunte, domethënë që marrin pjesë 2 veta dhe edhe e japin zonin, edhe i paraqesin nevojat e komunitetit tonë që ne i kemi, po ashtu te Willkom Center, te qendra mirëseardhjes, është ditën e ajte që paraqitet mundësia për me i rregullu dokumentat, po ashtu është shkolla, po ashtu është xhamia, domethënë krejt këto i shërbejnë atdheut, i shërbejnë fejes, i shërbejnë komunitetit tonë, i shërbejnë asaj që ne jemi shqiptar, edhe kjo ditë, edhe këta njerëz, edhe kjo organizim, edhe këto të mira që përmendën, neve na bojnë me undi shumë mirë, me tregu atë ndjenjën tonë që feja nuk është kundër atë dashurisë, nuk është kundër traditës, për kundrazi Zoti në Kur'an na porosit thot që me u marrë me traditat e tona, normal nëse ato e murhum bil urfi. Domethënë Zoti thot urdhroj njerëzit në traditat e tyre nëse ato nuk bin në kundërshtim me fen, e
e që traditat e tona si shqiptare janë shumë të mira, janë ato që bota merr mësim prej neve, jemi njerëz të fjalës, jemi njerëz të besës, jemi njerëz të atë dashurisë, jemi njerëz të fesë, jemi njerëz të bashkimit, jemi njerëz të afrimit, jemi njerëz bojar, jemi njerëz fisnik. Unë mendoj edhe kam këtë bindje edhe jam gjendje me argumentu këto që them edhe qëndroj pasaj se jemi popull i dallum. Jemi popull i dallum në shumë aspekte, andaj secili prej neve pa asnjë përjashtim duhet të ndihet krenar me ato që është, pavarësisht venit, pavarësisht punës, pavarësisht angazhimit të tij, të flet gjuhën e tij, të praktikoj traditat e tij, normal të integrohet në vendin ku jeton, të punoj, po bazën e tij, burimin e tij, rënjët e tij prej nga vjen, asnjëherë mos e harroj. Kështu mendoj që bashkëdyzohen feja edhe kombi, ose kombi edhe feja të dyja së bashku, dhe na del neve një produkt kaq i mirë që e kemi. Faleminderit shumë, Zoti nderoft për këto informacione cilat na tregove dhe për punë të cilat shfrytëzohen këtu. A na tregon diçka rreth organizimit? Selam alejkum rahmetullah. Po qatë shumë hera jënë boqe dhe se gati se kena harruan se sa hera se na marrëm çdo vet pjesë marrëm në këtë organizim. Domthon sofra shqiptare mba 2 herë në vetë pranverë dhe në Vjesht. Këtu në Vjesht e kena në ditën e kulturës ku ne si xhami marrëm pjesë rregullisht, e kena vendin ton ku është një vend takim që xhamati ose njerëzit e tonë, komuniteti jonë e ka mësuar dhe vinë gjithmonë në njëtin vend edhe njëtin kohë. Është shumë interesant, është shumë më rëndësi për shkak se takomet të gjithë së bashku kemi një vend takim, domethënë një vend bashkim, një çmallje për adheun edhe bashkëbisedim, domethënë se e presim këtë ditë. Domethënë kjo vetëm se është bërë traditë deri më tani edhe nuk ta shkon shumë më lehtë edhe më mirë edhe xhamati mësu. Pasta kena edhe musafer edhe Hoxhën Aslanin edhe konzullin edhe të tjerë që vinë, rregullisht edhe këta edhe tjerë vinë e vizitojnë këtu te na. Faleminderit shumë, i nderuam. Kjo ishte intervista e shkurtër me vëllezërit tonë, me shtetin tonë, me Hoxhën tonë, me hixhmetin tonë, me gjitha të mirat e popullit tonë, edhe me ushqimet e popullit tonë. Kështu që ne vazhdojmë me bëjmë intervista, inshallah. Faleminderit juve shumë. Faleminderit shumë. Mashallah, nësi vëllai. Të nderuar, kjo ishte e tëra për sot. Ne po e ndërprejmë intervistën drejt